ndodhë këtë javë, është qatë që më është hub fokusi, dhe më thonë jem të marrë me çështje të kota për privilegjet të dikuj që me udhëheq pushtetin, sepse ata janë të luftu për privilegjet veta, jo për mirëqenjen e popullit. Mirë, së më thu që unë të ndërprast gjithë, më falë, së më kritikon për qëtë pjesë. Po thu që keq kjo është çështje e kotë. Ku duhet me kanë fokusin nëse na jemi i habit dhe jena të marrë me çështje të kota? E kotë është, po thëmë, sepse këto janë të luftu për privilegjet veta, jo për popullin. Këto janë veç për privilegjet veta. Shumica janë të luftu për privilegjet të veta, jo për popullin. Për popullin, këto 8 muaj është dashur kuvendi më zhblloku. U zhblloku kuvendi, qeveria së bo. Do të thonë, tonë kohën ka thonë, i kem numrat për kuvend si pa të numrat. I kem numrat për qeveri si pa të numrat. Ne, i kem ligjet elementare që na kanë minë sirtar, edhe njerëzit janë të vujt i ki ligjin e shëndetësisë, që kërkush nuk mirët, për sigurim shëndetësor, ligjin e pensioneve, që katastrofë. Na nuk, i vetëm i vend, këtë Evropë, që po dojmë integru në Evropë, Kosova nuk i ka të harmonizu me ligjin për pensione. As nuk pagun tatime për pension, trusi o diçka tjetër, po tatim për pension, as pensionin të burrit ose të grujës, nuk ka drejt njëri për qifta me të rashigu. Kjo është çmenduria që vështë e na ndodhë. Do thonë, ka jetu gruja ose burri, e kanë ndërtu një familje, e kanë majtë deri në fund, tash njëri me vdek. Do thonë, nuk ka mundësi me të rashigu pensionin e burrit ose grujës të njërit bashkëshort. Kjo tregon që ne shumë larg me ligje që i bëjmë konform vendit tonë. Ne jem të bo të shkip pare, që di bugjetit, që ne i pagujnë tatimet, veç për vota, edhe me marë, dikan me ble gjatë votimit, edhe me marë pozicionin e vetë. Ne halo kem problem me vjedhjet votav, blerjet votav. Po kjo praktikisht është edhe blerje votës, me qenë se 150 euro bëhet për pensionistët. Një pensionist nuk din për shembull çka është ligjore, ku shkel ligji, ai vetë që din që kanë mi dalë 150 euro në llogari dhe nuk mendon më gjatë. Po, 60 euro plus edhe ky manipulon për 4 vjet tjera, ai ka me vujt çto 50 euro që i ka marrë. Ne duhet me pas një praktik, edhe më marr vazhdimisht me popullin, nëse më marrë me qytetarët, më ju tregu mos e mashtroni për 50 euro, okej, merri 50 euro, po mos e votoj që të mashtron për vitet tona. A i dha mesazh studentat kurtit pikërisht për këto që i ndajti mjetet para zgjedhjeve lokale? Ky shkon i kënaqur nëse ka arrit me marrë 15.000 vota për studenta me çdo mjete. Nuk ka arrit? Plus, nëse ka arrit me marrë. Nëse ka arrit. O super i kënaqur. Për veprimit që i ka bë. Është super i kënaqur, për 60.000 studenta në gjitha universitetet, në Universitetin e Prishtinës, në universitetet e regioneve që janë, edhe në universitetet private. Pra përse plus minus 60 deri 80.000 studenta duan me qenën, plus minus. Po, ç'është? Edhe ky nëse ka arrit 15.000 mi tërheqën. Kjo është super i kënaqur, se ka bën ndryshimin. Sipas ato komunat ku vet ka dominu. Kjo ka qenë është që ka pas ndryshim edhe në Gjilan. Do thotë, kërkush nuk e ka pritën që për 40 vota nuk fitohet, ose 80 vota nuk e fiton pa ballotazh. Po mu ka qenë e çuditshme, po garat është ashtu për 40 vota, nëse ki pru punën me hup ose me fitu për 40 vota, ma mirë, u ka ndashtë edhe KQZ me ja njoft të drejtën, ma ne edhe 4 vite tjera, më me menu pak ma mirë qytetarët e Gjilanit ose qytetet tjera që nuk e kam vlerësu sa duhet. Për shembull, nëse him të kuvendet komunale, nëse nalmi me pa, e ki Prizrenin, e ki Ferizajnë që kanë ndryshime, e ki Kamenisën që kryetarët kanë provu me bo ndryshime. Unë kom pa qytetet tjera, prej ashtim edhe Ardion Gjini, dhe më thonën, ka bo për qytetarët. Ne jem të folë halo për kanalizime, asfalt edhe sene banale. Që 6 muaj dit rruga regionale, Gjilan Prishtinë, është mërësisht keq e menaxhueshme. Është gry, dhe më thonë, aksi 20 km të aksit rrugor që i ka 25, është mërësisht qment zhurmat e makinave, sepse që 6 muaj dit nuk kanë punu, po që kanë gry. Një herë pjesën, tjetër herë njënën. Për shembull, nuk janë marrën si në Gjakov, në preshtin të Prishtinës, kur rritën qytetet, ka ndërtim të lartë, ka banesa shumë, me menu dhe ngrotore të qytetev. Për shembull, për qytetev tjera, në preshtin të Prishtinës, veç Gjakova ka zgjidhur këtë problem. Jo komplet, po ka një tërësisht. Për shembull, nuk e ka Gjilani, nuk e ka Mitrovica, nuk e ka Lipjani, nuk e ka Fushë Kosova që afër e ka Biliqin, as Peja, që është shumë e nevojshme që këtë pjesë
Veç një minutë edhe kry. Ne do të më mësu që ne këto që jem studio, ne diskutojmë elementet ose pikat jo të mira që ka bo një qeveri, në ka rëndësi kush në qeveri. Na edhe me qenë dikush një emën tjetër, një të senke me kritiku pikat jo të mira. Kritikat bazë do të më jadhon subjektet që janë garë për me marë pushtetin ose me ndru pushtetin. Nuk e kanë kuptu një pjesë e kandidatëve për kryetar, ose nesër kanë me që kandidat për deputet se pushi që ka problematika, që opozitën ato do në me lujtë, jo media të kry një proces ku është i mirë, ku është jo i mirë. Na nuk e kem mas një individ, mas një lider, nuk e kem personale. Ne kem me pjesën ku do të me kritiku. Pas të dalë të tjertë, ju po falni shumë e kuptueshme për nivelin lokal. Po nëse shohim për momentin niveli lokal që është në disa komuna në balotazh, apo i shohim partitë politike që shumë normalisht po ulën, po diskutojnë, po bojnë marrëveshje për balotazh, domethënë këta nuk i kanë problemet brenda komunave. Këta problemin e kanë qendror, se nëse ishin ulë me diskutuar edhe për qeverinë që po ulën në nivelin lokal, na ishim kanë të diskutuar për 61 numrat që i duhen kuvendit për të formuar qeverinë. Unë tash për fillimit, niveli qendror janë këto lufta për privilegje, nuk është për parime. Me qenë për parime, as nivelli lokali nuk ishin unë me diskutu. Këto veç për privilegje. Për parime, nëse ka parime, kryetari një subjektit politik, kryetari subjektit ti, nivel lokal, nëse shkon njëtë në vi, nuk kish pas me bo bisedime me kundërkandidatën që nuk pajtohet as kryetari partisë. Këto janë për privilegje, jo për parime. Për parime, besoj që pak më ndryshe këshin shku rezultate. Edhe tjerve që kemi në studio. Që kjo po e vërteton atë që apo thonë, të shkon edhe nivel lokal me zgjedhje kryetare në komunës asambleja e jo mu zgjedhje drejt për drejt, njëtat problemi kishim i pas edhe nivele lokale. Interesa mrana në që po edhe tash ka interesa për nuk po shiko, edhe unë po dhamë nëse zgjedh presidentin në mënyrë të drejt për drejt, çdo probleme rreth qeverisë nuk i kishim pas. Presidenti në mënyrë të drejtë për drejtë është shumë e favërshme edhe për Kosovën në këtë rast.